Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ministria e Transformimit Digjital në Republikën e Maqedonisë së Veriut harton ndryshimet ligjore për armonizim me standardet europiane në fushën e roaming me qëllim më shumë mbrojtje, transparencë më të madhe dhe kosto më të ulta dhe të parashikueshme për qytetarët gjatë përdorimit të shërbimeve roaming në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Këto përfshin heqjen e kostove të roaming gjatë udhëtimit në vendet të BE-s, rritjen e sigurisë ligjore dhe parashikueshmërisë së çmimeve dhe lehtësimin e aksesit në shërbime digjitale, i shërbime dhe komunikime mobile jashtë vendit, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Transformimit Digjital në Maqedoninë e Veriut. Arrest shtëpie për gjyqtarin e gjykatës së lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Gjoko Ristov. Sekuestrohen dhe dokumentet e udhëtimit. Pas 3 ditësh në arati, Gjoko Ristov, i dyshuar për korrupsion, u mor në pyetje në gjykatën penale nga gjykati i procedurës paraprake. Nga prokuroria për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit u paraqiten provat e mbledhura mbi të cilat bazohet dyshimi i arsyeshëm se ai ka kryer veprat e rënda penale për të cilat ngarkohet. Masa e arrestit u caktua pasi një seancë të jashtëzakonshme, Këshilli Gjyqësor miratoi heqjen e imunitetit të gjykatësit Gjoko Ristov, duke e pezulluar nga të gjitha aktivitetet gjyqësore për sa kohë zgjat procesi i hetimit dhe eventualisht procesi gjyqësor. Koalicioni i qeverisës vlen në Maqedoninë e Veriut përshëndet vendimin e Këshillit Gjyqësor për të hequr imunitetin e gjykatësit apelit Gjoko Ristov dhe për ta larguar përkohësisht nga detyra, si dhe për të shqiptuar masën e arrestit shtëpiak. Për vlen, ky hap nuk e mbyll çështjen, përkundrazi hap dhe më shumë, sepse kurte një gjykatës apeli gjenden 350.000 euro të dyshuara si parat palishme, nuk është skandal individual. Vlen rikujton se Ristov bashkë me gjyqtarin non grata Enver Bexheti kanë qenë pjesë e vendimeve që i hapën rrugën e lirisë Sasha Mjalkovit, simbolit të shtetit të kapur. Në të njëjtin kontekst u saksionua non grata dhe nga Artan grupi i ratisur nga drejtësia, apelojnë nga koalicioni Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Me fillimin e punës në krye të Gostivarit, kryetari i komunës Valbon Limani premton se do të punojë për të gjithë banorët. Përpara gazetarëve, Limani nënvizoi se zyrat e kësaj komune do të jenë të hapura për të gjithë pavarësisht ndasive politike. Të gjithë kampanjat të bazuara në shpifje të pa baza asnjëherë nuk mund të japin sukses. Nga këtu, në rastin ti falenderojmë çdo gostivarasi, çdo votuesi dhe të zotohem unë si kryetar komune, por bashkë me gjithë ekipin, me kryesuesin e Këshillit zotri Valder Xhaferin dhe me Këshillin Komunal, se çdo ditë dhe në çdo moment do të punojmë me përkushtim për çdo gostivaras dhe se prej sot kjo shtëpi komuna e Gostivarit është e hapur për çdo gostivares. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, Valbon Limani, siguroi 61.24% të votave gjatë ripërtëritjes së zgjedhjeve, ndërsa kandidati i koalicionit Vlen, Nevzat Bejta, mori mbështetje në rreth 7.145 votuesve ose rreth 30.46% të votave të vlefshme. Normalizohet qarkullimi i automjeteve në rrugën Struk-Qafcan dhe Veles-Shkup. Hiqet ndalesa për qarkullimin e automjeteve të rënda. Rrugët e Maqedonisë njoftojnë se ekipet e tyre me gjithë mekanizmin dhe fuqinë punëtore janë në terren dhe po kryejnë pastrimin e vazhdueshëm të rrugëve shtetërore. Paraprakisht autoritetet njoftuan se është normalizuar qarkullimi edhe në pikën e pagesës së autovicës aksi Veles-Shkup. Rajoni. 15 vite nga vrasjet në bulevardin Dëshmorët e Kombit, një protestë para kryeministrisë, familjarë të viktimave vijojnë të kërkojnë drejtësi. Xhaxhai Alex Nikës, Mark Nika, nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, ku mbajtën homazhe në nder të 4 të vrarëve, pret nga SPAK të bëjë drejtësi. Unë kam marrë këto çdo vit për shpirtin e Aleksit, nipit tim, ashtu si dhe familjarët tjerë. Shpresojmë që ambasadorët e vendeve aleate të na dëgjojnë. Ato na kanë premtuar se do të na mbështesin në kërkesat tona të parreshta për drejtësi. Dhe sot ky angazhim moral dhe institucional është më i domosdoshëm se kurrë. Në 20 janar të vitit 2011 mbetën të vrarë në protestë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Alex Nika, Ziver Veizi, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj. Dosja është rimar në shqyrtim në Prokurorinë Speciale kundër krimit dhe korrupsionit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rami është bashkuar thirrjeve për drejtësi për ngjarjet e 20 janarit të 15 viteve më parë. Në fjalën e tij në ceremoninë e zhvilluar në kryeministri, Edi Rama kritikoi institucionet që ende nuk kanë dhënë drejtësi. Dhe megjithëse unë nuk e di dot, edhe sa vite do të kërkoj fundi i padrejtësisë ulëritëse me 20 janarin, mbi familjet tuaja, mbi çdo që do drejtësi për Aleksin, Ziverin, Hekuranin dhe Faikun. Di me siguri që ulërima e kësaj padrejtësie nuk do të shuhet asnjëherë. Dhe nevoja për drejtësinë e munguar për këtë tragjedi të madhe do të triumfojë me sezbën. Kryeministri listoi premtimet e dhëna nga kjo shumicë në pushtet për të vendosur drejtësinë e premtuar.
me zotimin ton për të bërë drejtësi për 21 janarin. Ne e kemi mbajtur me dinjitet të lartë atë përgjegjësi dhe nuk e kemi tradhtuar asesi zotimin solemn, përderisa duke pavarësuar drejtësinë nga pushteti politik dhe duke ngritur spakun dhe gjykatën speciale, kemi krijuar për herë të parë qysh nga krijimi i shtetit shqiptar, kushtet për fundin e pandëshkueshmërisë me ligj, jo me zakon. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mbrojti sërish qëndrimin e policisë dhe Gardës së Republikës në protestën e 21 janarit 2011. Për ish-kryeministrin 21 janari është protesta më e dhunshme në historinë e vendit. Sipas tij, protesta kishte një agjendë të qartë politike, fakt që siç tha provohet edhe nga dokumentet ndërkombëtare. Po, sigurisht është ngjarje fatkeqësi. Dhe unë kam kërkuar që atë natë hetim ndërkombëtar. Kam listuar për hetim ndërkombëtar se nuk kisha pikë në besimit të hetimit të kjo. I kam thënë ato fjalë sa heqja si, sepse ajo hyri në një lojë shumë të turpshme. Hyri në një lojë të paimagjinueshme. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama si përgjegjësin kryesor për organizimin e protestës. Edi Rama qëndronte në kullën Karshi dhe priste çastin që të vinte në zyrtime të mante fjalim pushtuesve poshtë. Sipas Berishës, pavarësisht se kush e ka thirrur konkretisht protestën, ekziston një autor dhe organizator kryesor i saj, e që sipas tij është Edi Rama. Mbërriti në Vlorë në masa të repta sigurie dhëndri Donald Trump Jared Kushner. Ai është shoqëruar nga një delegacion dhe bashkëshortja e tij, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump. Është parashikuar që Kushner të zhvillojë një takim me një studio arkitekturore për të diskutuar mënyrat e realizimit të projektit dhe investimit në ishullin e Sazanit. Në takim nuk janë të përfshirë përfaqësues të pushtetit lokal. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kosova kujton ndarjen nga jeta e ish-presidentit Ibrahim Rugova. Krerët më të lartë të shtetit zhvilluan omazhin në nder të tij. Për presidentin Osmani, Rugova do të mbahet mend si politikani që bëri bashkë të gjithë popullin rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci. Presidenti Rugova e bëri bashkë gjithë popullin e Kosovës rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci, kauzë kjo që është akoma e gjallë dhe është jetësuar për shkak të sakrificës së madhe të popullit ton, luftës ton çlirimtare dhe ndërtimit të aleancave me aleatët tanë strategjik brenda familjes euroatlantike, aleanca këto që i ndërtoi presidenti Rugova me një vizion të pashoq. Vizion ky i cili edhe sot mbetet dritë udhërrëfyese për gjithë të cilin prej nesh që e dojmë Kosovën akoma më të fortë. Lulë mbi varin e ish-presidentit Ibrahim Rugova në 20 vjetorin e vdekjes së tij kanë vendosur dhe kryetarin detyri i kuvendit i shoqëruar nga deputetët e vetvendosjes Alternativës dhe listës Guzo. Përbashkë Rugova ishte nga figurat më të shuara të kombit dhe i cili ka meritë të jashtëzakonshme për ndërkombëtarizimin e çështjes shqiptare. Presidenti Rugova gjithashtu ka rol të rëndësishëm në procese të ndryshme, përfshija të rambujes, në themelimin e institucioneve të pas luftës. Prandaj presidenti Rugova mbetet një ndër figurat më të rëndësishme të historisë moderne të politikës dhe vendit tonë, i cili vën një kontribut të jashtëzakonshëm për lirinë dhe pavarësinë që gëzojmë ne sot. Normalizohet situata energjetike në Kosovë. Korporata njoftoi se njësia 3 ka rifilluar punën. Sipas Kekut, njësia 3 është startuar dhe sinkronizuar me rrjetin elektroenergjetik rreth orës 06:47, duke respektuar të gjitha standardet operacionale dhe parametrat e sigurisë. Me rikthimin në operim të njësisë A3, Kek aktualisht vepron me 5 njësi gjeneruese aktive. Kjo gjendje operative sipas korporatës garanton vazhdimsinë e prodhimit, stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e sistemit elektroenergjetik të Republikës Kosovës për aq kohë sa lejojnë parametrat operacional. Bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump paralajmëron nga Davosi se vetëm SBA mund ta mbrojnë Groenlandën. Në fjalimin e tij në Forumin Ekonomik Botror, duke u ndalur tek marrëdhëniet transatlantike, roli i NATO-s dhe rëndësia strategjike e Groenlandës, Trump deklaroi se asgjë nuk e bën më të qartë situatën aktuale se ajo që po ndodh me Groenlandën, duke e cilësuar këtë territor si kyç për sigurinë globale. North America, on the northern frontier of the Western Hemisphere, that's our territory. Ky ishull i pasiguruar është pjesë e Amerikës së Veriut dhe është kyç për sigurinë tonë. Politika jon ka qenë gjithmonë të ndalojmë kërcënimet e jashtme nga hemisfera jon, deklaroi Donald Trump. Ai theksoi se interesi amerikan për këtë territor nuk lidhet me burime natyrore, por me sigurinë kombëtare dhe atë ndërkombëtare.
Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani pranoi ftesën e presidentit Donald Trump për të përfaqësuar Republikën e Kosovës në Bordin e Paqes si anëtare themeluese, krah për krah me SHBA në misionin për një botë më të sigurt, deklaron Vjosa Osmani. Përmes rrjeteve sociale, Osmani publikoi letrën e presidentit Donald Trump lidhur me ftesën që Kosova të jetë në Bordin e Paqes si anëtare themeluese. Leadershipi i guximshëm nuk flet thjesht për paqe, ai e ndërton atë, pikërisht këtë po bën presidenti Trump nëpërmjet kësaj nisme historike, ashtu si Amerika që solli paqen në Kosovë. Sot Kosova qëndron si aleat i palëkundër i saj për ta çuar paqen më tej, shkruan Vjosa Osmani. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.